Zonja e zotri, mirë se rikthehemi tek Olti Curi TV në YouTube. Ja arritëm të vim deri në fund të Big Brother VIP Albania 5 dhe kemi 4 finalistë, urime 4 finalistëve edhe pse kemi disa surpriza, siç ishte vajtja në finale e Rogertit. Thuhet se Brikena ka mbetur shumë keq, jo vetëm që ka mbetur shumë keq, por thuhet se nuk ka hapur telefonin, nuk përgjigjet, është izoluar dhe shumë pak veta nga produksioni e kanë idenë se ku ndodhet Brikena, e cila duhet krejë disa detyrime, disa prani televizive, të shkojë e ftuar në disa emisione dhe kam përshtypjen se edhe nuk janë bërë ende 24 orë, kështu që është e tronditur. Ashtu siç u tronditën disa të cilët kërkuan Rogerti si shkoi në finale, ku janë këto komente pozitive për kraje urime, shumë pak në krahasim me sa pritej. Kush e çoi Rogerti në finale? Do të flasim pikërisht për këtë, mbasi të kemi dëgjuar singlën. Jo pak njerëz, jo pak grupe, jo pak faqe të cilët komentojnë Big Brotherin, e kishin përjashtuar idenë që finalja e Big Brotherit do të ishte finale çiftesh. Çiftesh jo në kuptimin e parë, siç mund të mendojmë për Brikenën dhe Mateon, sepse asnjëherë nuk e ka pranuar një situatë të tillë si çift, Miri dhe Selina. Por u parashikua dhe pati një mendim që në finale mund të shkonte Miri, Selina, Mateo dhe Brikena. Duhet thënë se të gjithë ata të cilët e komentojnë Big Brotherin e shikojnë se pas këtyre 4 personazheve ka një ushtrim e përkrahas, disa më shumë e disa më pak. Por kur erdhi momenti i shpalljes të finalistëve, mbasi u shpall Selina e para, Miri, me një surprizë shumë të këndshme nga produksioni, u desh Selina ta njoftoi Mirin që e finalist. Në studio shkoi Brikena përballë Rogertit dhe për një çast menduam se u bë vërtet ajo gjëja që po, në finale do të jenë çifte, sepse kemi menduar një pjesë e madhe edhe fansave dhe atyre që komentonin online që do ishte Brikena finaliste e 4. Por surpriza e surprizave ishte që bomba, siç i thot vetes së tij Rogerti, të shkonte në finale. Dhe komentet e shumta ishin ata të cilët pam se komentet e shumta ishin kundër. Në faqen zyrtare të Big Brother Albania në Instagram u shfaqen finalistët. Sigurisht, mes komenteve janë 20-30% të cilët të kundërshtojnë gjithmonë, por 70% i komenteve janë ata të cilët e përkrajnë personazhin, edhe kur fiton dhe kur ja del një televotimi, edhe kur kualifikohet për në gjysmën finale dhe kur kualifikohet për në finale. Duke shkuar tek postimi për Rogertin, ajo që të bënte përshtypje ishte se të gjithë bëshin bashkë duke mos qenë dakord për faktin që Rogerti është në finale. Një pjesë e madhe e komenteve, gati 90% për e tyre, mos më shumë, ishin kundër produksionit, ishin kundër vendimit për të çuar Rogertin në finale, edhe pse produksioni thotë që ne veprojmë sipas televotimit. Dhe nuk është hera e parë që televotimi në një reality show mendohet sikur është fiction. Këtë nuk e vërtetojmë dot me siguri asnjëri nga ne, sepse asnjëri nuk ka të certifikuar rezultatet zyrtare të një televotimi. Por, në qoftë se do të mendojmë se është diçka e bërë me televotim, atëherë ajo që i bën pyetje vetes është fansat që e votojnë me SMS Rogertin, ku janë në rrjetet sociale, sepse janë shumë pak për krahasin e tij. Pra vetëm kjo përplasje të bën të dyshosh, edhe pse Rogerti ka të gjithë të drejtën e botës, ta shijoj, të jetë finale, pse jo dhe ta fitoj Big Brother VIP Albania, jemi pro apo kundër Rogertit, janë shifrat që flasin, janë vendimet që flasin. Ne tani po komentojmë marrjen e vendimeve. I bie që ata të cilët votojnë Rogertin janë pa rrjete sociale, ose ato që votojnë Rogertin me SMS nga telefoni, nuk kanë një llogari në rrjetet sociale, as në Facebook, as në Instagram. Po atëherë, këto që votuan Mirin, Selinën, Mateon, pra duke e parë që në rrjetet sociale këto të tre kanë shumë përkraje dhe ishin të pritshëm që të shkonin në finale, sepse këto që kanë rrjetet sociale përkraje kanë dhe një telefon në dorë, dërgojnë një mesazh dhe quan Selinën, Mateon dhe Mirin në finale. Pra këtu është kontradikta. Pse këto njerëz të cilët çojnë në finale Mirin, Selinën dhe Mateon janë dhe me SMS të gatshëm dhe janë një ushtri e madhe, janë dhe në rrjetet sociale, ndryshe nga Rogerti që ka një ushtri
me SMS, me telefona që çojnë në finale, por që nuk ekzistojnë në rrjetet sociale. Sepse duhet thënë që nëse shikojmë një mas pëlqyeshmërie për të gjithë banorët e Big Brotherit, ka patur një trend të tillë, që kur dolën nga Big Brotheri, ata që vërtet nuk ishin mbështetje e publikut, po komentojnë, bëre shumë mirë që dole, meritore që dole, gjëra të tilla si këto. Kjo na bën që të ngrem disa dyshime. Megjithatë, janë vetë banorët e interesuar të cilët duhet të kërkojnë të drejtën e tyre. Në rastin konkret, Brikena, apo njerëzit e Brikenës, vetë ajo, apo kush të ketë mundësi, mund të kërkojë zyrtarisht për të parë mënyrën e votimit, të dhënat e votimit dhe gjithçka tjetër që duhet jetë e certifikuar me ligj për të qenë të qetë ato dhe të gjithë fansat të cilët sot në mëngjes në çdo faqe të mundshme vinin pikpyetjen mbi ndershmërinë e kalimit të Rogertit në finale. Ndërsa, nëse do të shikosh nga ana e lojës, duhet thënë se nëse do të ishte Brikena, Mateo, Miri dhe Selina, dikush do thonte çfarë do bënë ato të katërt. Miri dhe Selina nuk kanë një debat apo nuk do të flisnin. Ritmi i spektaklit do të binte. Mateo dhe Brikena nga ana tjetër, Brikena ka qenë në një vajzë e cila nuk ka ndezur në një debat të madh ose një diskurs të madh publik apo shoqëror aty brenda, duke ngritur tema të ndryshme, duke i ngritur tema, duke ulur, duke i debatuar, duke i kundërshtuar, duke dhënë opinione. Dhe nga ana e spektaklit, duhet pranuar se një njeri si Rogerti do jepte zjarr shtëpis. Edhe pse javën e fundit gjithmonë aty kanë hyrë prezantues të Top Albania Radios, kanë hyrë mysafir, kanë hyrë surpriza, pra shtyr java. Pra nuk mendoj se Rogerti ka shkuar në finale për t'i dhënë pak benzin motorit të dinamikave të katër finalistëve. Sepse i bie që nëse do donin benzin motorit, kishin mbajtur dhe ju Elën për finale, sepse gjithë shere, gjithë gjëra që ndiste, fikte, i bënte zhurmë më madhe e gjëra të tilla si këto. Kështu që ajo që mendohet, ajo që komentohet është që Rogerti vërtet nuk e deshëm, vërtet nuk e meriton finalen, mos të shkojë në finale, po Rogerti kaloi në finale. Kaloi në finale, po në fakt, duke nisur që mbrëm, ai i dha zjarr situatës. Sepse gjithmonë finalja, kur kanë tepruar 4 ose 5 personazhe, ka qenë e fjetur. Dhe duket sikur një dorë që udhëheq gjithçka, ka vendosur që për të mirën e dinamikave të shtëpisë, së zhurmës së shtëpisë, që shtëpia të mos flej gjumë edhe javën e fundit të Big Brother VIP Albania 5, të ketë brenda një Rogert, që për sa i përket zhurmës, duket se këtë vit ka qenë i domosdoshëm. Ndoshta jo shumë për publikun, por patjetër për produksionin, të cilët me sa duket nuk kanë mundur që të ndezi një debat tjetër përveç krevatit të famshëm të Mirit dhe Selinës, përveç u puthën nuk u puthën Mateo dhe Brikena, kështu që u desh që patjetër një Rogert aty brenda që edhe pse me sharje, me ofendime, më the të thash, krijoi dinamikën e tij dhe nga një i panjohur që hyri, sot është njëri i njohur. Dhe për sa i përket finales Big Brotherit, fituesit, edhe pse të gjithë e parashikojnë që mund të jetë Miri, Selina, na doli Rogerti shumë i fortë. Mos kemi një surprizë nga Rogerti, por nga ana tjetër, të mos harrojmë se sa i përket votimeve me like, që ishte për një kompani aty sponsor, like-ët më të shumta i mori Mateo. Kështu që nëse like-ët e Mateos do kthehen në vota, atëherë mos u çuditni që dhe Mateo të jetë një pretendent për fitues, jo vetëm Miri dhe Selina.